Rrëfime të heshtura. Historia e një gurbet qari. Ai u nis herët mëngjes. Fshati ishte ende në gjumë. Rruga ishte bosh. Vetëm hapat e tij dëgjoheshin asfaltin e ftohtë. Në dorë mbante një valixhe të vjetër. Brenda kishte pak rroba, një fotografi familjare dhe një shpresë që nuk dinte si do ta mbante gjallë. Nëna i rinte te dera. Nuk qante me zë, vetëm e shikonte. Si të donte ta mbante me sy, nëse s'mund ta mbante me duar. Babai i dha dorën fort. Ishte përqafimi më i rënd që kishte bërë ndonjëherë. Shko birë, veç mos haro rrugën për në shtëpi. Ai nuk foli, vetëm tunte kokën, sepse e dinte që rruga për në shtëpi nuk është gjithmonë e shkurtër. Kur arriti në kurbet, gjithçka dukej e madhe. Ndërtesa të larta, rrugë të gjata, njerëzit që flisnin një gjuhë që ai nuk e kuptonte. Ditët e para ishin të vështira, punë e rëndë, dhoma e vogël, një krevat i ftohtë, një dritare nga ku shite dritat e qytetit që nuk i thoshin asgjë. Natën nxirrte fotografinë. Ishte gruaja me 2 fëmijët. Djali i vogël mbante topin në dorë. Vajza e vogël buzëqeshte. Ai e vendoste fotografinë mbi tavolinë dhe i fliste si të ishin aty. Ditët u bën javë, javët u bën muaj. Telefoni binte radhë. Kur dëgjonte zërin e fëmijëve, i mbushej fyti, por përpiqej të tingëllonte i fort. Baba, kur po vjen? Së shpejti. Por ai e dinte që së shpejti ishte një gënjeshtër e bukur për me i qetësu. Punonte shumë, turni i parë, turni i dytë, kursente çdo para. Nuk blinte asgjë për vete. Mendonte vetëm për shtëpinë që do ndërtonte, për dhomën e fëmijëve, për oborin ku do ulej me babën. Vitet kaluan. Flokët filluan t'i thinjen. Duart ju bën të ashpra nga puna. Një ditë djali i tha në telefon: Baba, sot kam hyrë në shkollë. Ai heshti. Nuk e pa. Nuk ishte aty. Vetëm e imagjinoi. Dhe kjo i dhe mbi më shumë se çdo lodhje. Nëna e tij u plak. Gruaja mbajti shtëpinë. Fëmijët u rritën. Ai vazhdoi të punojë. Sepse gurbeti të mëson një gjë. Sa po fillon, është e vështirë të ndalësh. Pas shumë vitësh, u kthye për pushime. Shtëpia ishte ndërtuar. Obori ishte gati. Por diçka kishte ndryshuar. Djali ishte rritur. Vajza nuk i vinte më në prerë si dikur. Nëna ecte ngadalë. Baba ishte finjur. Ai ul në obor dhe shikoi përreth. Gjithçka ishte aty. Por ai ndjeu një boshllëk. Kuptoi se kishte ndërtuar shtëpinë, por kishte humbur shumë momente që nuk kthehej. Natën doli jashtë. Qielli ishte i njëjtë si ai që shite në kurbet. Vetëm se këtë herë ishte në shtëpi. I ra një lot, jo nga gëzimi.
nga malli grumbulluar prej vitesh. Kurbeti I kishte dhënë bukë, por I kishte marrë kohën. I kishte marrë përqafimet, I kishte marrë rinin. Ai u kthye përsëri në gurbet, sepse jeta kështu I kishte rënë. Por këtë herë e dinte se zemra e tij kishte mbetur përfundimisht aty, në oborin e shtëpisë. Kjo është historia e tij. Historia e shumë të tjerëve. Historia e atyre që jetojnë mes dy botëve. Kjo është Rrëfime të heshtë.